Ngjarja më e fortë në gati 150 vjet. Çfarë është përbindshi El Niño që do të ndodhë këtë verë? Meteorologët kanë paralajmëruar se një përbindsh i rrallë El Niño do të godas këtë verë, duke u bërë kështu potencialisht një nga ngjarjet më të fuqishme të tilla që nga fillimi i mbajtjes së të dhënave në vitet 1870. El Niño është një model natyror klimatik që ndodh kur ka një rritje të temperaturës së sipërfaqes së detit në oqeanin paqësor tropikal, duke u përsëritur çdo 2 deri 7 vjet. Shkaktohet nga ndërprerja e modelit zakonshëm të rrjedhjes së ajrit dhe transportit ujit të ngrohtë në brigjet e Amerikës së Jugut. Zakonisht ndodh kur uji i ngrohtë nga paqësori perëndimor lëviz drejt Amerikës së Jugut. Për shkak të këtij ndryshimi i ujit ftohtë dhe i pasur me lëndë ushqyese nga ngritja rrjedha lart pranë Perus, shkakton rritjen e temperaturës atmosferike, gjë që në fund të fundit ndryshon qarkullimin atmosferik dhe modelet globale të motit. Të dhënat nga Qendra Europiane për parashikimet e motit me afat mesëm parashikojnë se tani ka një shans 100% për një super El Niño të formohet deri në nëntor. Temperatura e sipërfaqes së detit pritet të rritet në paqësorin lindor në pothuajse 3 gradë Celsius mbi mesataren. Ky prag është më i lartë i regjistruar ndonjëherë. Planeti nuk ka parë një El Niño të një shkallë të tillë që nga vitet 1877-78. Çfarë do të thotë kjo për motin? Ky super El Niño mund të shkaktojë çrregullime të mëdha globale të motit. Në Anglinë e Re parashikohet nxehtësi rekorde verore si dhe më shumë val të nxehtë, nivele më të larta të lagështisë dhe rreshje mbi normalen për shkak të shirave të përmbytshëm nga stuhit bregdetare. Gjatë një periudhe tipike El Niño, formimi i uraganëve në pellgun e Atlantikut kufizohet nga errat e forta, ndërsa stuhit priten në pellgun lindor të paqësorit. Kushtet e dimrit në jug mund të jenë më të lagështa dhe me më shumë borë se mesatarja, ndërsa moti i dimrit në veri mund të jetë më i butë dhe më pak i lagësht. Këto çrregullime të motit mund të shkaktojnë mungesa ushqimore, ndërprerje të furnizimit me ujë dhe madje dhe konflikte civile në vende tropikale të cënueshme. Rekordet e reja të valve të nxehtit janë gati të vendosen, ndërsa El Niño potencialisht më i madhi është gati të godasë.